أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Falenderojmë imamin Jusuf Arslani, njëkohësisht imam në xhamin Hamza Bey. Së благодаруваме на имамот Jusuf Arslani, во истовремено имам на джамията Хаджи Махмуд Бей. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Falenderimet dhe lavdratat I takojnë Allahu Gjelle Shanuhu ve Gjelle Gjelaluhu. Salavatet dhe selamet qofshin I pejgamberin të Allahut Muhammed Mustafa alaihi salatu wassalam. Благодарност му припаја на Аллах, возвишениот Господар, додека салават и селам нека над пейгамберот алейхи салату вассалам, на неговата честна фамилија, на неговите врдостојни асхаби и на сите тие што го следа и иншаллах ќе го следат патот на Мухаммед Мустафа алейхи салату вассалам. I nderuar mufti I muftinisë të manastirit, Haxhi Hamid Efendi Rasimi, I nderuar përfaqësues I Reisus Ulemas, Hafiz Haxhi Shakir Efendi Fetahu, Fejzullah Sadiki, njëkohësisht direktor në sektorin fetarruar simor, të nderuar muftiler, të nderuar të pranishëm, direktor të sektoreve të ndryshëm, të nderuar panelist, të nderuar ulema të trojave tona, të respektuar imam, të nderuar musafir dhe ju të dashur besimtar. Poqituan muftija në Bejtovskot në muftisvo Haxhi Hamid Efendi Rasimi,
počitovan predstavnik na Rejsul Ulema Hafiz Shaqir Efendi Fetahu, počitovanju od Fejzula Sadiki, vo istovremeno direktor na prosvetno-verski sektor. Počituvani mufti na Islamskата verska zajednica, počituvani direktori na Islamskата verska zajednica, počituvana komisijo, počituvani delegaciji, počituvani panelisti, počituvani gosti i počituvan xhamat. Bashkia Fetare Islame dhe këtë vit, në këtë muaj të begatshëm, në muajin e Ramazanit, në ditën e 20, organizon Akademi Shkencore Çlirimi Mekkës në qytetin ton të manastirit, me 2 panelistat, i nderuari Magistër Fehmi Ebibi, direktor për vakf në Bashkinë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe i nderuari teolog Hoxh Enver Efendi Belali, imam në muftinin e Dibrës, njëkohësisht ju dëshirojmë miseardhje në qytetin ton. Islamskата verska zajednica i ova godina, u ovaj mesec Mubarek na Ramazan, na 12. den i organizira ova naučna akademija oslobodovanjeto nagrad od Mekka. Во Битола со двајцата панелисти, почитувани од Фехми Ебиби, директор на вакуфите на Исламската верска заедница, и почитуваниот теолог Ходжа Енвер Ефенди Билали, имам во Дебарското муфтиство. И во исто време ви посакуваме добро дојдовте во нашиот град. А сега дозволете ми да ве поздравам со најбавиот исламски поздрав, кој е поздрав на оваа дунја и поздрав на становниците во дженнет. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуh. Është nder të jem unë moderator në këtë ditë, në ditën kur Muhamedi alayhi salatu wassalam e çliroi qytetin ku ai u lind. Është çlirimi i Mekkës, çlirimi i shtëpisë të Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelaluhu. Golema čest mi je večerva, jaz da bidam moderator nova preubava programa na oslobodovanjeto na Mekka, oslobodovanjeto na gradot na Muhammed alayhi salatu wassalam. Pa po ovoj povod, v ovaj den, go pokanuame naši od muftija na Bitolskoto muftistvo Hadžijamit Efendi Rasimi, za da gi pozdravi gostite. Me këtë rast eftojmë muftion të manastirit të përshëndeset të pranishmit. Urdhani mufti. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ba'da bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna leke fathan mubina, sadakallahu l'adhim. Falenderimet dhe lavdrimet në fillim dhe në fund i takojnë Zotit fuqiplot, salavatet që dërgojnë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij të pastër, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. I nderuar përfaqësuesi Rejsul Ulemas, drejtori sektorit fetar arsimor, pranbasisë fetare islame Fejzullah Sadiki, të nderuar muftiler të Strugës dhe të Ohrit, të nderuar drejtor të sektoreve pranbasisë fetare islame, të nderuar dhe ju shumë të respektuar 2 panelistë të kësaj tribune, Magjistër Fehmi Ebibi dhe imami nderuar Enver Bilali, ju dëshiroj miseardhje dhe ju përshëndes me përshëndetjen islame. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Почитувани присутни, јас имајќи во предвид дека малку касниме уште од старт, не би сакал многу да должам. Ова е трибина која се организира повеќе од 10 години во нашиот град, во нашето муфтиство. Ние сме од една страна благодарни, но ова е една обврска за нас, за да бидеме што посериозни во организирањето на ваквите настани, затоа што ова ни го доверил години наназад нашиот Рейсул Улема и сите вие джематли. Нема ова јас да не го спомнам во овај момент, дека трудот и ангажманот кој го дават сите имами, колеги соработници, за традиционално да стане веќе неколку години организирањето на научната трибина Фетхул Меке, односно ослободувањето на Мека. Уште еднаш ви благодарам за присуството,
vije odbori në xhamite, zajedno so вашите имами, вие джематли кои сте поддржувачи на верскиот живот во муфтиството Битола, вие бизнисмени кои давате поддршка секојдневно за функционирање на исламската верска заедница, ви благодарам што сте присутни и ви посакувам добро дојде во ова трибина организирано под мотото на Раисул Улема Хафиз Хаджи Шакир Ефенди Фетаху со присуство на директорите, предводен од директорот за верско-просветниот дел во Ријасетот на Исламска верска заедница, со вечерва двајца професионални панелисти, едниот магистар Фехмие Биби, а другиот Енвер Билали, имам во Дебарското муфтиство со долгорочно искуство во ова позиција. Уште еднаш, нека е спасот и мирот на Аллах Джелешану со сите вас. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Falenderit mufti, se vëllodrova muftija. Allahu i madhrishëm në Koranin thot, kur të vijë ndihma e Allahut dhe fitoria, dhe e shihni se njerëzit në fenë e Allahut grupe, atëherë madhria e Allahut tënd, atëherë madhroj Allahun tënd dhe kërkoj falje prej tij. Ajo është pendimi tek Allahu. Kaptina An-Nisa 1:3. Transmeton pejgamberi Muhammed alayhi salatu wassalam në hadithet e tij. Shkoni se ju jeni të falur. Kjo ngjarje ka ndodhur në momentin kur u ka çluar Mekka. Возвещение от Аллах Джелешанху и Джелле Джелалху во Куранот нивели. Кога ќе дојде помошта на Аллах и победата, и кога ќе гледате, ќе видите луѓето кога влагаат во Аллаховата вера, групи, тогаш славете го вашиот Господар. Неговата прошка Аллах Джелешану вели во каптина или суре Ен-Ниса 1:3. Се пренесува од пejgamberот алейхи салату васелам дека напоменал на ослободувањето на Мекка, одете, вие сте слободни. По овој повод го повикуваме представникот на Исламската верска заедница, директорот Фейзулла Садики, да го земи својот говор. Повелете, урдовани директор. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. I nderuari mufti i muftinisë së Bashkësisë Fetare Islame të Manastirit, Haxhi Amit Efendi Rasimi. I nderuari mufti i muftinisë së Bashkësisë Fetare Islame të Strugës, Haxhi Adi Efendi Murtishi. I nderuari mufti i muftinisë së Bashkësisë Fetare Islame të Ohrit, Haxhi Samet Efendi Ajdari. I nderuari i dërguari posaçëm i Mbretërisë Arabisë Saudite në mesin ton, imam i nderuar Ahmed Ibrahim El Qasimi, të nderuar drejtor të riasetit të Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të respektuar profesor të Fakultetit të Shkencave Islame dhe Shkollës për Arsim të Mesëm Medreseja Isabeu, të çmuar panelist, ju shumë të dashur imamler, këshillat e xhamive, shumë të nderuar të pranishëm. Më lejoni që fillimisht në emër të kryetarit të Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Raisul Ulema, Haxhi Hafiz Shakir Efendi Fetai, t'ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatit dhe mirësitë Allahu Dhul Xhelal qofshin mbi të gjithë ju. Lutim Allahu Dhul Xhelal që ky muaj i bekuar i Ramazanit jetë muaj i virtyteve të larta, muaj i përparimit, muaj i prosperitetit. Jemi sot këtu duke shënuar një datë shumë të rëndësishme të historisë islame dhe jo vetëm. Është një datë ku e vërteta triumfoi mbi të pavërtetën. Mëshira triumfoi mbi jo mëshirën, mbi dhunën. Është dita në të cilën pejgamberi alayhi salatu wassalam tregoi se vlera më e lartë e njeriu në jetën e kësaj bote është paqja dhe toleranca, e asesi tortura, dhuna dhe persekutimi. Nuk dua të thellohem më tepër në këtë ligjërat për arsye se sot para nesh do kemi prezantime të mrekullueshme dhe të thelluara nga dimensioni shkencor, të cilët
do të na bëjnë të qartë shumë bukur rëndësinë, peshën dhe vlerën e kësaj date të shmuar të historisë islame. Andaj, duke lutur Allahun Dhul Xhelal që të na jep mirësi, begati, shëndet dhe të mira, që të arrijmë të përfundojmë këtë muaj të begatë të Ramazanit, ashtu siç don vetëm ai. Ju përshëndes me përshëndetjen islame njëherë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Počitovan muftija na muftistvo na Islamska taverska zajednica Bitola Hadži Amit Efendi Rasimi, počitovan muftija na muftistvo na Islamska taverska zajednica Struga Hadži Adi Efendi Murtishi, počitovan muftija na muftistvo na Islamska taverska zajednica Ohrid Hadži Samet Efendi Ajdari, počitovani direktori od Islamska taverska zajednica, počitovan poseben imam praten od strana na ministerot za islamski verski prašanja na Saudijska Arabija Hadži Ahmed Ibrahim El Qasimi, počitovani profesori na Fakultetu na islamski verski nauki, počitovani profesori na Medreseto Isa Bey, vi mnogo ceneti dragi imami i odbori na džamite što ja odvivate вашата работа во територијата на муфтиството на Битола. Дозволете ми најпрвин во името на председателот на Исламската верска заедница, Раисул Улема Хаджи Хафиз Шакир Ефенди Фетај, во моето лично име и во име на сите органи од Исламската верска заедница, да ве поздравувам со најубавиот поздрав. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи таала ва баракату. Neka milosta i mirot na Allah Đelešanuhu bide između vas, iznad vas. Deneska sme vo jedan mnogo značajen moment, vo moment od koga nije od ovde čustvovame den od koga Muhammed alaihi salatu wassalam vleze vo Meka kako triumfalist. Vleze vo Meka da im kaže na celio svet deka iako nije sme bile progoneti, nije sme bile prisilovani da izlezeme vo najmizoren način od našite domovi, ali nije se vraćame nazad ovde kako milostivi, nije se vraćame ovde nazad kako oslobodovateli. Nije, ne sme tije što mu vraćame na ist način, na tije što ne brkat. Ние сме тие што го почитуваме тоа што Аллах Джелешануху го бара од наша страна. И на крај, уште еднаш, го молам Аллах Джелешануху да ни овозможи овој месец Рамазан да го завршуваме онака како што Аллах Джелешануху сака. Вассаламу алейкум ва рахметуллахи таала ва баракату. Ju faleminderit direktor, i së благодаруваме direktore. Në këtë mbrëmje të begatshme e falenderojmë fillimisht Bashkësinë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe muftinin ton për këtë përkrahje të kësaj eventi të bukur. Po se zabлагодаруваме najpierw na Islamska taverska zajednica v Republika Severna Makedonija i na naše to muftistvo za podrškата na ove prekrasna programa. Pa inshallah dojde vreme i da go započneme ova predavanje. Me lejen e Allahut e fillojmë këtë program dhe e ftojmë panelistin e parë Magister Fehmi Ebibi. Ordran. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Shfrytëzoj rastin në fillim të falenderoj organizatorët e kësaj akademie shkencore, gjithsesisht riasetin e Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të përfaqësuar nga drejtori i sektorit fetar arsimor, i cili njëkohësisht është edhe kryetari i komisionit të programit të Ramazanit, Fezullah Efendi Sadikun. Shfrytëzoj rastin të falenderoj miftiun Nikoqir, miftiun e manastirit të nderuarin Mifti Amit Efendi Rasimi. Po ashtu, me këtë rast kemi prezente edhe miftiun e Strugës, miftiun e Ohrit, profesor nga Fakulteti i Shkencave Islame, drejtor nga Riaseti i Bashkisë Islame, kolegë hoxhallar nga manastiri dhe shumë vëllezër. Më lejoni që në fillim
të paraqes kënaqësinë time që sonte jam prezent në këtë event ose në këtë akademi shkencore që është tradicionale në manastir. Sidomos duke qenë ligjërues, kjo më bën edhe më të lumtur. Edhe pse tema të cilën do ligjërojmë sonte ka të bëjë në lidhje me çlirimin e Mekës. Duhet të theksuar se kjo është një temë historike që nuk ndryshon, është tradicionale, është përsëritur vite me radhë në manastir dhe me siguri ndoshta do përsëritemi në pika të ndryshme me ligjëruesit e mëhershëm. Por sidoqoftë, unë do mundohem që aq sa dhe mundemi të japim një kontribut të vogël në këtë drejtim dhe isha i lumtur të hapnim një dritare të vogël në temën e çlirimit të Mekës. Çlirimi i Mekës ndodhi në muajin e bekuar të Ramazanit, gjithsesi me 20 Ramazan të vitit të 8 Hijri. Mirë, po paraprakisht duhet të kujtoj se muaji i Ramazanit përveç që është muaj i ibadetit ose muaj i agjerimit, muaj i shpalljes Kuranit, muaj i sadakave, muaj i zeqatit dhe shumë aspekteve të tjera, muaji i Ramazanit është muaj që ka ndodhur shumë ngjarje, ndodhi të rëndësishme të cilat janë shënuar me shkronja të arta në historinë islame, ose të cilët kanë lënë gjurmë të thella në historinë islame. E kemi Bedrin, e kemi Fethul Mekë dhe shumë ndodhi gjatë historisë islame. Çlirimin e Mekës e përmend edhe vetë Kurani famëlart. Dhe unë këtu kam përmendur surën Feth dhe surën Nasr. Allahu xhaleshanuhu urdhëron në Kurani famëlar thot: "Inna fatahna laka fathan mubina", ne ti të dham një fitore të sigurt. Pastaj në surën Nasr: "Idha jaa nasrullahi wal fath", kur erdhi ndihma e Allahut ose çlirimi i Mekës. Do thotë Allahu xhaleshanu në mënyrë të drejtë për drejtë e përmend çlirimin e Mekës edhe në Kuranin famëlar, që edhe kjo është një argument i rëndësishëm. Cilat ishin shkaqet, se domosdoshmërisht duhet para se shpjegojmë elemente të rëndësishme brenda kësaj teme, duhet të shpjegojmë edhe aspektin kronologjik ose historik të kësaj teme ose të çlirimit të Mekës. Shkaku për marshimin e muslimanëve drejt Mekës ose rrethanat para çlirimit të Mekës. T'ju kujtoj se një vit përpara çlirimit të Mekës, muslimanët në krye me Muhamedit a.s. ose të udhëhequr nga vetë i dërguari Allahu xhaleshanu Muhamedi a.s. ishin nisur për në Mekë me qëllim që të kryejnë umren. Ishin diku mbi 1500 besimtar, bile me vete kishin marrur edhe kurbanët, të cilët do t'i pritnin me rastin e kryerjes së umres. Mirë po, mushrikët e Mekës ashpër e kishin refuzuar hyrjen e Muhamedit a.s. dhe muslimanëve në Mekë. Kështu që mbas shumë bisedimeve, mospajtimeve, dakordimeve, jo dakordimeve të ndryshme, u arrit në fund një marrëveshje, e cila u quajt ose në historinë islame njihet si marrëveshja e Hudejbijës. Kjo marrëveshje ishte një armpushim ose një marrëveshje paqe në mes dy palëve. Kishte një afat vlefshmërie prej 10 viteve dhe ndër tjera kishte një nen që i themi ne sot në kohën moderne, ku parashiheshin aleansat dhe mbrojtjet e fisëve të ndryshme në atë kohë në Arabinë Saudite. Për shembull, përmendet fiset e ndryshme mund të bënin aleancë ose të hinë në mbrojtje, qoftë muslimanëve, gjithsesi Muhamedit a.s. ose të jenë në aleancë me mushrikët e Mekës. Dhe derisa do kenë një aleancë të këtillë, pala tjetër nuk do kishte të drejtë ta sulmone atë fis i cili ishte në aleancë me të tjerët. E thotë, mukinen i kësaj marrëveshje u thi nga ana e mushrikëve të Mekës për arsye se fisi Huza, i cili ishte në aleancë dhe në mbrojtjet e Muhamedit a.s. dhe muslimanëve, u sulmua nga fisi
Benu Bekër, i cili ishte në aleancë me mushrikët e Mekës. Bile gjatë sulmit ata kishin mbrojtje, kishin ndihmën konkrete të mushrikëve të Mekës. Sipas Ibn Kathirit dhe transmetuesve tjerë përmendet se fisi Huzab soi keq kishte mbi 20 të vrarë dhe shumë dëme tjera, materiale dhe tjera. Kështu u thi mukinen i marrëveshjes së Hudejbis. Marë parasysh mushrikët se e kishin shkelur këtë nen të marrëveshjes, deshën që me një farë mënyrë të armotizojnë gjendjen, ose me fjalë tjera e dërguan si emisar të mushrikëve të Mekës Ebu Sufjanin në Medine, me qëllim që ai ta ripërtri marrëveshjen e Hudejbis. Është interesant se e përmend edhe Buhariu, edhe Ibn Kathiri, edhe transmetues tjerë që shkruajnë mbi jetën e pejgamberit alayhis salam, se Muhamedi alayhis salam e injoroi plotësisht Ebu Sufjanin, as që pranoi të flasë me ta. Në një rivajet thuhet bile se kur është drejtuar Ebu Sufjani me kërkesë për ripërtrirje të marrëveshjes, pejgamberi alayhis salam i ka thënë, po ne nuk e kemi thirrë marrëveshjen e Hudejbis, ashtu që nuk është nevoja të flitet fare për të. Ebu Sufjani kërkoi ndihmë edhe nga Hazreti Ebu Bekri, Hazreti Omeri, Aliu radiallahu anh, po të gjithë me një qëndrim, të gjithë e dini se ishte shkelur, ishte thirrë rënd marrëveshja e Hudejbis, dhe askush zguzonte të ndërmjetësojë te pejgamberi alayhis salam. U kthye Ebu Sufjani në Mekë pa ndonjë sukses konkret. Me njerë mbas kësaj ngjarje pejgamberi alayhis salam i urdhëron muslimanët të bëjnë përgatitje për luftë. Mirë po, pejgamberi alayhis salam me këtë rast është karakteristikë se nuk i informoi sahabët për hollësitë, për detajet, për pse përgatiteshte lufta, ku do shkonin luftë, bila shokëve më të afërt të tyre. Në vigjilje të marshimit, Muhamedi alayhis salam organizoi edhe roje, grupe të vogla ushtarake të cilët bënin roje në Medinë me qëllim që të kontrollojnë edhe lëvizjet e antimuslimanëve ose munafikëve të asaj kohe dhe kështu me radhë. Dhe në njëjtën kohë i lajmëroi edhe fiset arabe të cilët ishin në aleancë me Muhamedit alayhis salam që edhe ata të bëhen gati për luftë. Kështu në ditën e 10 të Ramazanit, viti 8 i Hijrit ose janari viti 630, 10.000 ushtarë në udhëheqjen e pejgamberit alayhis salam u nisën për në Mekë. 6.000 ishin ensare muhaxhir nga Medinja dhe 4.000 dikundi nga fiset e ndryshme arabe të cilët kishin aleancë ose ishin në mbrojtje të muslimanëve dhe Muhamedit alayhis salam. Ushtria muslimane udhëheqeshte drejt për drejt nga veti dërguari Allahu xheleshanu dhe dikundi në prag në vigjilje të ditës 19 Ramazanit mritën në vendin e quajtur Merru Dhehran afër Mekës. Muhamedi alayhis salam, shënohet librat e historisë në transmetime të ndryshme, urdhëroi ushtrinë muslimane të ndezin zjarr. Natën në vigjilje të 20 Ramazanit, ndezën zjarr, çdo ushtar kishte nga një zjarr në dorë. Kur i pa Ebu Sufjani këtë gjendje, këtë ushtri të madhe, nga se 10.000 ushtarë në atë kohë për gatishmën në Arabi Saudike, ishte gozha një ushtri e madhe. Ju kujtohet luftë e Bedrit u bë 1.000 nga ana e mushrikëve dhe 314 nga ana e muslimanëve. Tani Muhamedi alayhis salam nga 314 veta në 10.000 ishte gozha një ushtri e madhe. Me zjarrin në dorë, mushrikët e Mekës as që menduan të rezistonin. Hele Ebu Sufjani ju tha se nuk është më e vlefshme rezistenca. Kështu që u pa se do ta dorëzonin qytetin pa luftë. Muhamedi alayhis salam e ndau ushtrinë në 4 grupe. Njërin grup u udhëhiqte vetë dhe i udhëzoi komandantët e ushtrisë që në qoftë se nuk do gjenin rezistencë, të mos sulmojnë, të mos vrasin njerëz, të jenë shumë kujdesshëm. Kështu muslimanët 4 anët hinë në Mekë dhe e marrin Mekën pa rezistencë. Ushtria muslimane e mori Mekën pa luftë.
Gjëja e parë që bëri pejgamberi alayhis salam kur hiri në Mekë ishte largimi i idhujve nga qabja e bekume, dhe gjatë saj kohë së bashku me sahabët vazhdimisht lexonte ajetin e Kuranit, Ja'al haqqu wa zahaqa al-batil, erdhi e vërteta dhe u zhduk gënjeshtra. Muhamedi alayhis salam mbasi që pastroi Qaben nga idhujt, fali 2 rekat namaz dhe bëri tavaf. Politistët e Mekës tani ishin mbledhur kokë ulur dhe pritnin vendimin e Muhamedit alayhis salam. Cili do ishte vendimi i Muhamedit alayhis salam? Kini parasysh persekutimet, zullumin, dhunën, padrejtësitë e pafund gjatë plot 13 viteve që pejgamberi alayhis salam ishte në Mekë dhe masaj edhe 8 vite tjera që e kishin larguar nga vendlindja. Masandaj padrejtësi tjera të pafund. Muslimanët gjatë shpërnguljes kishin lënë edhe shtëpitë e tyre dhe pasuri dhe gjithçka tjetër. Vile gjatë shpërnguljes që besa kishin rrezikuar edhe jetën e tyre. Gjithë këta i kishin marrë mushrikët e Mekës, gjithë këtë dhunë, këtë padrejtësi, këta persekutime kishin burim vetë Mekasit. Dhe këta duke qenë të vetëdijshët me këtë fajsi të madhe pritnin vendimin e Muhamedit alayhis salam. Transmetohet se pejgamberi alayhis salam ju drejtua mushrikëve të Mekës, transmeton Ahmedi dhe Abu Davudi se pejgamberi alayhis salam ka thonë: "O Kurejsh, çka mendoni, si do veproj unë me ju?" I përgjigjen mushrikët e Mekës thonë: "Ne presim mirë prej teje, se ti je vllai i mirë dhe ti je djali i vllaut të mirë." Muhamedi alayhis salam ju thot: "Nuk ju qortoj sot, Zoti ju pas falur, shkoni, jeni të lirë." Ose një transmetim tjetër që e transmeton Ibn Kajimi se Muhamedi alayhis salam ju thot sikur Jusufi alayhis salam që i fali vëllezërit e tij dhe ju thot: "Shkoni, unë sot ju them sikur Jusufi, nuk ju qortoj, shkoni, jeni të lirë." Kjo pra ishte shkurtimisht një kronologji mbi shkaqet, mënyrën se si erdhi deri te çlirimi i Mekës. Më lejoni që tani të ndalem të shpjegojmë shkurtimisht disa nga mësimet e mëdhaja ose mesazhet e rëndësishme që ngërthen çlirimi i Mekës. Për arsye se çdo rrëfim kuranor, çdo ngjarje, çdo ndodhi që e përmend Kurani famëlart, domosdoshmërisht se ka mësime, mesazhe, ngërthen në vete shumë urtësi. Dhe këtë vërtetohet nga ajeti Kuranit: "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab." Allahu xhaleshanu thot, dhe në to, në rrëfimet pra, ka mësime dhe urtësi për ata të cilët mendojnë, që logjikojnë, që kanë mendje. Surja Yusuf ajeti 111, Allahu xhaleshanu e thot këtë. Të kujtojmë se njerëz pari çlirimi i Mekës ose lufta për çlirimin e Mekës, të nderuar vëllezër, nuk është një ngjarje e madhe në aspektin e historisë së luftrave, ose në aspektin e historik, demografik dhe kështu me radhë. Ishte një luftë 10.000 ushtar. Në atë kohë historia njerëzore njifte luftra me shumë më të mëdha, me mira e mira ushtar, perandori që bënin luftë njëra me tjetrin. Do thotë, lufta për çlirimin e Mekës nuk është një ngjarje e madhe në aspektin historik ose në aspektin e historisë së luftrave. Po çlirimi i Mekës është i rëndësishëm për arsye se në vetvete ngërthen shumë mesazhe, shumë mësime dhe kalon atë aspektin etnik dhe demografik. Për arsye se kjo na kujton shumë parime morale, njerëzore, fetare, humane dhe mund ta analizojmë në shumë aspekte këtë ngjarje. Dhe une e para që e përmendi këtu nga të mesazhet dhe mësimet e çlirimit Mekës, kam shënuar monoteizmi. Të kujtojmë se para hirjes në Mekë, para çlirimit Mekës, muslimanët e gjetën Mekën me idhuj, me kipa, me zotra të rrejshëm. Buhariu transmeton se në Qabe kishte 360 idhuj. Pra ishte një besim i degeneruar, ishte një besim i gabuar, ishte poshtruese për qenie njerëzore. Kështu që me çlirimin e Mekës
Qabja u kthye në zanafillën e saj. Zanafilla e Qabes cila është, e ka ndërtuar Ademi a.s. me duart e tij Hazreti Ibrahimi me Hazreti Ismailin e ngritën përsëri. Ajo shërben si shtëpia e parë e bekuar që është udhërëfise për njerëzit. Kështu Allahu xhaleshanu shpreh në Kur'an. Huden lil alamin. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bekkete mubaraken wa huden lil alamin. Do thot, Qabja kthehet në zanafillën e saj. Një shtëpi e shenjtë, shtëpi adhurimi, por adhurim në Zotin një, adhurimin e sinqert, jo adhurim të gabuar dhe poshtrues besimin e idhuj. U lirua njerëzimin nga idhujtaria dhe besimet e gabuara. Mekja e shenjtë dhe Qabja e bekuar do mbetet vendi dhe simboli i monoteizmit. Shiqoni, kjo prej atëherë është dëshmuar deri sot dhe deri në ditën e gjykimit, simboli më i madh i monoteizmit nuk ka tjetër qytet dhe tjetër objekt përveç Mekës dhe Qabes së bekuar. Thirrja e ezanit me shka shpallet njëshmëria e Allahu xhaleshanu, monoteizmi që e thiri Bilal Habeshiu. Bilali i cili e thiri ezanin që shpalli njëshmërinë Allahu xhaleshanu, ai ishte një rob, një i zi, që në Mekë në atë kohë nuk e konsideronin. E shprehur jashtëzakonisht padrejtësia, racizmi. Muhamedi a.s. e çon Bilalin të thirrë ezanin dhe të shpall njëshmërinë. Ai që deri dje ishte rob, tani ai na zbulon të vërtetat dhe besimit të lartë të njerëzillëkut, humanizmit. Do thot, liria dhe barazia është një nga mësimet ose një nga vlerat që nxjerr në pa çlirimi i Mekës. Nga mesazhet tjera kam përmend falja dhe mëshira ose falja e madhe, këtë që përmenda se Muhamedi a.s. kur hiri në Mekë, hiri si ngadhnjimtar, mu ushtri, ishte ai që udhëhiqte këtë ushtri, kishte forcën, kishte mundësinë, ti dënoi të hakmeret ndaj mushrikëve të Mekës, të cilët kishin bërë aq shumë persekutime, aq shumë dhunë, aq shumë gjëra. Mirë pa ai nuk u hakmor, ai fali ata, sepse ai ishte dërguar të jetë mëshirues për njerëzimin, jo hakmarës. Inna arsalnake rahmeten lil alamin. Ose thot Ebu Sufjani, thot Muhamedi a.s. kur i fali mushrikët e Mekës, ai thot nuk i pushtoi vetëm shtëpitë e Mekës, por ai i pushtoi zemrat e Mekasve. Kjo është efekti i faljes, i dashurisë së pejgamberit a.s., dashurisë për njerëzit, për tolerancën dhe kështu me radhë. Morali dhe jo morali është një element tjetër shumë i rëndësishëm te mësimet dhe mesazhet. Me çlimin e Mekës na vërtetoi se nuk u konfrontuan dy ushtri. Do thotë nuk ishte mpiqje aspekti formal, ushtria e Muhamedit a.s. kundrejt ushtrisë politeiste. Po ishte mpiqje, u konfrontuan besimi në Zotin një me idhujtarin, u konfrontua vlera me jo vlerën, morali me jo moralin, e mira me të keqen dhe kështu me radhë. Çlimi i Mekës na mëson se edhe kur ngadhnjemi, edhe kur jemi të fortë, edhe kur kemi pushtet, duhet jemi të drejtë, duhet jemi me mirësinë, duhet jemi me moralin dhe me shumë tjera. Çlirimi i Mekës në dëshmoi se Islami është fe e paqes, fe e sigurisë, fe e progresit, drejtësisë dhe lirisë. Lufta nuk guzon të bëhet me mendje madhësi, me qëllime të këqija, e cila të prodhoje dhunë, të prodhoje shkelje të drejtave njerëzore, cënim të dinjitetit dhe kështu me radhë. Çlirimi u bë pa luftë, por me dignitet dhe për dignitet dhe humanizëm. Muhamedi a.s. kontribuoi në këto parime si askush më parë. Muhamedi a.s. e luftoi terrin dhe të pavërtetën. Jam duke kaluar pak shpejt për arsye se koha është shumë e ngushtë. Muhamedi a.s. dëshmoi se nuk luftoi për të vrarë njerëz, por luftoi për të përfituar zemrat e tyre. Muhamedi a.s. e luftoi terrin të pavërtetën, por i deshti shumë njerëzit. E deshi të vërtetën, e deshi besimin e vërtet. Sot të nderuar vëllezër, kur jemi të shkolluar, kur jetojmë në një botë moderne, të civilizuar, shumë të përparuar, sot kur hiqemi si të mençur, të dishëm, të civilizuar, intelektual në thojza, sot, shiqoni vllazën të ndershëm, sa na mungojnë këto parime të dashurisë së Muhamedit a.s. Këto parime njerëzore, të njerëzillëkut, të humanizmit të pejgamberit a.s. Shifni sot luftat që bëhen në këtë kohë të civilizuar.
vuajnë, e psojnë ma shumë civilët, gratë, fëmijët, njerëzit e smur, pleqet, ata të cilët nuk kanë asnjë lidhje me luftën. Sot haptas mund të themi se bëhet edhe gjenocid. Ndërsa Muhamedi a.s. kur shkonte në luftë i porosiste ushtarët, sahabët e tij, besimtarët, thonte, nuk guxoni të vrisni pleq, gra, fëmijë, jo vetëm kaq, as kafshët, as shtazët nuk guxoni të dëmtoni, jo vetëm kaq, pas hurmat, as botën bimore nuk guxoni të dëmtoni. Sot karta e kombeve të bashkuara për drejtat njerëzore, për të drejtat e luftës dhe kështu me radhë, as për sa afërm nuk i afrohen asaj që Muhamedi a.s. i kishte parime që në shekullin e 7 para 1000 e më shumë se 400 viteve. Prandaj të nderuar vëllezër, konfliktet e ndryshme në botë sot dëshmojnë për dhunë, vrasje, terror, gjenocid, dhe ne sot shumë kemi nevojë për Muhamedin a.s. Një orientalist e përfundoj me këtë, kur flet për një jo musliman, një dietar angles, kur flet për Muhamedin a.s. dhe e shman shumë personalitetin dhe kontributin e pejgamberit a.s. dhe ndër tjera thot, po t'ishte gjallë Muhamedi a.s. në këto konflikte, në këto probleme të botës që ka, do t'i kishte zgjedhur ai në mënyrën më të lehtë duke pi kafe. Do thot, kur analizon me çka është përballur Muhamedi a.s. me çfarë dhune, çfarë peripecis, çfarë vështirësish dhe me çfarë lehtësie i ka zgjedhur pejgamberi a.s. thot, edhe ai do të ishte më i suksesshëm edhe në botën moderne dhe do të kishte zgjedhur gjitha këto problemet pa ndonjë vështirësi. Unë më lejoni me kaq vërejtës se në fund u mundova që ta shpejtoj për arsye se koha ne vonë filluam, ishte planifikuar në 4:30 fillojmë. Nisëm vonë dhe koha jonë në u shkurtua, prandaj kërkoj falje që e shkurtova pak edhe sidoqoftë faleminderit shumë për vëmendjen. Shihemi herë të tjera inshallah. Faleminderit. Ju faleminderit nderuar panelist i parë. Do sheftojmë panelistin e dytë. Po qëtuan Enver Bilali. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqihi wa khatami anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammedin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Sadakallahu lazim. Благодарността му припаѓа на Аллах возвишениот, Господарот на световите, неговиот салават и селам нека се врз неговиот последен пратеник, наш пример и учител Мухаммед Мустафа алейхиссалату весселам, врз неговото честно семејство, врз неговите верни другари асхаби и врз сите искрени припадници на дин и ислам, инша Аллах со негова дозвола се до судниот ден. Почитувани представници на ријасетот на ИВАЗ во Република Северна Македонија, почитувани муфти, професори, колеги и присутни браќа муслимани, најпрвин дозволете ми да ве поздравам со исламскиот универзален поздрав. Есселаму алейкум ва рахметуллахи ва берекатуху. Ми представува посебно задоволство што ми беше доверено учество на оваа денешна научна академија, која е посветена на еден од најзначајните настани во историјата на исламот. Тоа е освојувањето на Мекка или Фетхул Мекке. Овој настан се случил на 20 Рамазан, 8-та година по хиджра или 630-та година по Иса алейхиселам, кога Аллаховиот пратеник алейхиссалату весселам со околу 10.000 следбеници мирно влегол во градот Мекка, ставајќи крај на деценискиот конфликт со племето Курејш. Фетхул Мекке представува кулминација на пратениковата мисија во Арабија, но истовремено и пример за мирна трансформација на општеството. Главните историски извори кои ги користев за овој настан се сирету Ресулиллахи саллаллаху алейхи васелем од Ибн Хишам,
Потоа имаме хрониката на Ет-Табери и историските анализи на Ибн Кесир. Ја морам да скратам во интерес на времето. Мисијата на Мухаммед алейхиссалам започнала во 610 година во Мекка. Тој повикувал кон теухид, еднобоштво, вера во еден единствен Аллах, што директно се судрило со политеистичкиот систем на меканското општество. Во центарот на религиозниот живот била Кааба, во која според историските извори имало околу 360 идоли. Куранот ја опишува реакцијата на меканските многобожци на повикот во теухид, па во сура Сад, во 5-тиот ајет во превод на значење, Аллах Джелешануху ги пренесува нивните зборови и вели: зарем тој, зарем Мухаммед боговите да ги сведе само на еден бог? Тоа е навистина нешто многу чудно. И тука, почитувани браќа муслимани, започнува отпорот на идолопоклонците кон Аллаховиот пратеник алейхиссалату весселам и првите муслимани. Муслиманите веќе почнале да бидат измачувани, малтретирани, прогонувани, дури и убивани. Прогонството на муслиманите кулминирало со хиџретот, кога муслиманите се преселиле во тогашен Јесрип, а денешна Медина. Овој настан го означува почетокот на исламската политичка заедница или младата исламска држава, затоа што муслиманите во Медина нашле плодно тло и слобода за ширење на исламската мисла. Но тоа повторно наидело на отпор од меканските идолопоклонци, што ќе покажат подоцнежните конфликти во следните битки. Првата е битката на Бедар, 624 година. После ја имаме битката на Ухуд, 625 година. После неја доаѓа битката на Хендек, која што се случила 627 година. После овие битки и судири со меканските политеисти, во 628 година по Иса алейхиссалам бил склучен Худејбискиот договор. Иако некои асхаби биле разочарани со точките на тој договор, Куранот го нарекува јасна победа во првиот ајет од сура Фетх, кога вели: естајзу билла бисмилла, инна фетахна леке фетхан мубина, садек Аллаху лазим, ние ќе ти дадеме да победиш со јасна победа. Историчарите забележуваат дека во следните 2 години повеќе луѓе го прифатиле исламот отколку во претходните 8 години. Која е причината за походот на Мекка? Поводот за Фетхул Мекке било кршењето на една од точките на Худејбискиот договор. Племето Бену Бекар, сојузник на курејшиите, го нападнало на племето Бену Хуза, сојузник на муслиманите. Курејшиите го поддржале тој напад. Според Ибн Кесир, ова било правен повод за походот на Мекка. По кршењето на договорот од Худејбија, Мухаммед алейхиссалам одлучил да организира поход кон Мекка, но тој не сакал да дојде до голема војна, затоа наредил подготовките да се прават во строга тајност. Целта на тајноста била курејшиите да не можат да организираат војска, да се избегне крвопролевање, Мекка да се предаде без голема битка. Пратеникот собрал армија од 10.000 луѓе и походот бил организиран во голема тајност. Во хадис пренесен во Сахих Муслим се наведува дека Мухаммед алейхиссалам го молел Господарот: ја Рабби, задржи ги курејшиите за да не ја дознаат нашата намера или ниет. Ова покажува дека стратегијата била психолошка и политичка, а не само воена. Кога муслиманската војска се приближила до Мекка, меканците биле исплашени од големината на армијата, Ебу Суфјан излегол за да го обновет Худејбискиот договор, излегол од градот Мекка и за да дознае воедно што се случува. Тамо бил пресретнат од Аббас ибн Абдул Муталиб, памиџата на Аллаховиот пратеник. Овој го однесол на Ебу Суфјан кај пратеникот алейхиссалам.
Ovoj nastan se prenesува во историските извори на Ибн Хишам и Ет-Табери. Пратеникот го прашал Ебу Суфјана, зарем не е време да признаеш дека нема други Господ освен Аллах? Ебу Суфјан признал, потоа го прашал Мухаммед алейхиселам, зарем не е време да признаеш и дека јас сум Аллахов пратеник? По кратко двоумење и тоа го признал Ебу Суфјан. Аббас го одвел Ебу Суфјана на место од каде што можел да ја види муслиманската војска. Едно по едно поминувале племинијата со своите знамиња. Пратеникот наредил палење на многу контролирани огнови околу војската не како оружје, туку како знак на присуство и дисциплина, што посебно го воодушевило и оставило силен впечаток врз Ебу Суфјана. Овој настан, браќа муслимани, покажува како психолошката ситуација одиграла голема улога во мирното освојување на Мекка. Пратеникот му дал на Ебу Суфјан чест, кога наредил по наговор на неговиот амиџа да се прогласи кој ќе влезе во куќата на Ебу Суфјан безбедене, кој ќе остане во својата куќа безбедене, кој ќе влезе во харемот на Каба и тој е безбеден. Оваа порака ја објавил самиот Ебу Суфјан во Мекка. Со тоа, меканците биле смирени, се избегнала масовна војна, градот се предал, речиси без борба. Овој настан е забележан во хадисите на Сахих Муслим. Оваа средба има огромно значење поради три причини. Првата е политичкото значење, лидерот на курејшиите ја признал новата реалност. Второто е психолошкото значење. Жителите на Мекка сватиле дека отпорот е бесмислен. И третото е стратегиско значење. Ова помогнало освојувањето да биде, речиси, без крвопролевање. Клучната поента на ова е со мудроста на Мухаммед алейхиселам. Поранешниот непријател Ебу Суфјан станал гласник на мирот во Мекка, што директно придонело за мирното завршување на Фетхул Мекке или освојувањето на Мекка. Кога муслиманската војска се приближила во Мекка, пратеникот ја поделил во неколку единици или колони, за да влезат од различни страни и пристапи на градот. Главните команданти биле Халид ибн Велид, Зубеир ибн Аввам, Саад ибн Убаде и самиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи васелем. Целта на оваа стратегија била да се спречи организиран отпор, да се избегне битка во светата Мекка, да се преземе Мекка брзо и мирно. Историчарите, почитувани браќа, како Ибн Хишам и Ет-Табери, детално ја опишуваат оваа стратегија, но ја морам во интерес на времето да побрзам. На 20 Рамазан, 8-та година по хиџра, муслиманската војска влегува во Мекка. Мухаммед алейхиселам го учи ајетот Инна фетахна леке фетхам мубина, ние ќе ти дадеме да победиш со јасна победа. Пратеникот ја наведнал главата од понизност. Според Сахих Бухари, неговата брада речиси го допирала седлото од камилата. Ова била символ на благодарност на Аллах Джелешануху, а не на триумфална гордост. Кога муслиманите влегле во Мекка, жителите на градот биле во голем страв. Зошто? Па јасна е причината. Тие го прогонувале на Мухаммед алейхиселам, ги мачеле муслиманите, воделе војни против нив, ги организирале битките на Бедар, на Ухуд, на Хендек и во арапската племенска култура била традиција одмаздата да биде очекувана. Затоа многумина очекувале дека победничката мисија или војска на Аллаховиот пратеник ќе се одмазди. Пратеникот ги собрал жителите на Мекка во харемот на Каба и им поставил прашање: о курејши, што мислите дека ќе направам со вас? Тие одговориле: ти си благороден брат и син на благороден брат. Тогаш пратеникот ги изговара историските зборови: јас ви го кажувам она што им го кажал Јусуф на своите браќа, денес нема укор за вас, одете, сите сте слободни. Овој настан се пренесува во делата на Ибн Хишам и Ет-Табери.
Pratenikot gi odstranil idolite od Kaba, go recitirala ajetot od sura Isra pod reden broj 81, estaizu billah bismillah, ve kul ja el haqqu ve zeheka al batil, innel batile kane zehuka. Kaži, dojde vistinata, iščezna lagata, lagata na vistina iščeznuva. Почитувани браќа муслимани, приваршуваме. Фетхул Мекке, или ослободувањето на Мекка, довело до пат на паганскиот систем, обединување на арапските племиња, масовно прифаќање на исламот. Куранот го опишу во овој момент во првиот и вториот ајет од сура Ен-Наср, кога вели естаизу билла бисмилла, иза џаe насруллахи вел фетх, кога Аллаховите помош и победа ќе дојдат, вереејте насе једахулуне фи диниллахи ефваџа, и гледаш како луѓето во групи влегуваат во Аллаховата вера. Современиот историчар Вилијам Монгомери Ват истакнува дека мирното освојување на Мекка представува еден од најзначајните примери на политичката великодушност во човечката историја. Фетхул Мекке поставува три принципи: милост наместо одмазда, политичка мудрост и морално лидерство. Почитувани присутни, заедно да заклучиме. Кога го анализираме ослободувањето на Мекка, гледаме дека тоа не било само воена победа, ниту пак обична промена на политичка власт. Тоа било историска трансформација на едно општество. Градот кој со години го прогонувал Мухаммед алейхиселам, истиот тој град го видел Аллаховиот пратеник како победник кој не доаѓа со одмазда, туку со милост. Градот кој го негирал монотеизмот станал дом на Каба, прочистена од идоли и повторно посветена на верата на Ибрахим Халилур Рахман. Мекка постанала центар на теохидот, на верата во еден и единствен Господ. Зборовите одете, сите сте слободни. Во овие неколку зборови се содржи суштината на една цивилизација. И затоа Фетхул Мекке не е само победа на една заедница над друга. Тоа е победа на моралот, над одмаздата, на милоста над силата и на духовната визија на племенската омраза. Почитувани браќа муслимани, Аллах да ве благослови и да ве награди што одвоивте простор да ме сослушате. Ова е дел од големата историска победа. На крајот го молиме Аллах Джелешануху на сите нас да не благослови. Амин. Вассаламу алейкум ва рахметуллахи ва берекатуху.